jo. Është një fazë, në qoftë se nuk kemi informacionin e dur, kthehet një fazë shumë problematike, paktën në informacionin që kemi. Dhe një pjesë të rasteve realisht është problematike. Menopauza është një periudhë e caktuar e jetës së gruas, kur kalon nga periudha fertile, domethënë që ngel shtatçan, në periudhën infertile, domethënë që nuk ngel shtatçan. Njëkohësisht, shenja kryesore është mungesa e zakoneve. Në menopauzë mungojnë zakonet për më tepër se një vit. Atëherë mund të themi që është menopauzë. Menopauza zakonisht është nga 45 deri në 55 vjeç. Pra si moshë, në këtë moshë fillon 45. Në këtë periudhë moshe. Përpara se gruan ta lënë zakonet plotësisht që të kalojnë menopauzë, ka një periudhë 3 deri në 5 vjeçare kur i çrregullohen zakonet dhe i fillojnë një sër shqetësimesh që paralajmërojnë menopauzën. Shqetësimet kryesore janë afshet e nxehta, skuqje fytyre, ndjen lëvizje të shpejta të temperaturës, për një herë shumë vap ose shumë ftoftë për një herë. Këto janë shenjat kryesore. Gjithashtu ka dhe mund të ketë dhe shenja që lidhen me instabilitetin psikologjik, domethënë nxehen shpejt ose mund të binë depresion. Në të bësh më emotive. Po, rritet emotiviteti i pacientit. Mund të jetë një kohë që mund të koqidohet se mund të favorizohet dhe nga menopauzë fillimi i hipertensionit ose shpërthimi i disa smundjeve tjera që më parë nuk kanë qenë. Pra, menopauza bëhet, le të themi, si shkak që fillojnë edhe probleme shëndetësore. Menopauza shkaktohet nga ulja e funksionit të vezoreve. Vezorët janë organe që prodhojnë hormone femërore që i duhen organizmit për të funksionuar normalisht. Në rastin kur vjen një kohë që ovaret e humbasin këtë funksion, atëherë fillon menopauza. Menopauza duke pas një ulje hormonale të hormoneve kryesore femërore si estrogenet dhe progesteroni, ka influencë në të gjithë organet e trupit njeriut, në një farë mënyrë, domethënë. Dhe kjo influencë nuk është e njëjtë për gjithë individet. Ka individ që influencojnë më pak dhe ka individ që influencojnë më shumë. Siç e tham, shenjat kryesore janë afshet e nxehta, skuqje fytyri, por një nga shenjat kryesore të ndryshimi i sjelljes, tendenca për depresion, mërzitjen kollaj ose reagojnë më tepër se ç'duhet, janë nervoz, irritohen shpejt. Gjë e cila mund të ketë pagjumësi, edhe pagjumësi të theksuar në disa raste. Gjë e cila në një farë mënyrë prek jo vetëm pacientin, por dhe ambientin ku pacienti jeton. Dhe jetën sociale. Dhe jetën sociale të ambientit ku pacienti jeton. Një shenjë tjetër e menopauzës është dhe influenca në kockat e organizmit. Meqense hormonet që prodhohen nga vezoret influencojnë në mbajtjen e kalciumit dhe në gjendjen normale të kockës, ulja e këtyre hormoneve, si me thonë shqip, shkakton osteoporozë ose hollim të kockës. Fillon dhe problemet të Fillon dhe hollimi i kockës, që ka shenja dhimbje kyçesh, dhimbje kockash, dhimbje mesi. Në këtë rast, ky çrregullim duhet korrigjuar. Pra nuk janë probleme të pasgjithshme, le të themi, po do të... Në shumicën e rasteve janë thjeshtësisht të zgjidhshme. Gjithashtu ndryshon dhe adipoziteti, domethënë në menopauzë gruaja ka tendencë të shëndoshet dhe të shtohet indi adipoz kryesisht në vende të caktuara si në bark, bie elasticiteti i gjoksit, gjoksi i flashkit, dhe në përgjithësi thahet lëkura, ka një tendencë për tharje, ka dispareoni, domethënë dhimbje gjatë kontaktit, ka dhe tharje të mukozave, duke filluar që nga mukoza vaginës, që është një nga shkaqet e dispareonisë, domethënë dhimbje gjatë kontaktit. Kjo periudhë është një pjesë e jetës së gruas dhe kështu duhet marrë si e tillë. Nuk është një smundje, nuk është një patologji, po është një periudhë fiziologjike. Që kalohet. Pavarësisht nga shqetësimet që mund t'japi, është një periudhë fiziologjike që çdo grua do ta kalojë dhe ka shumë rëndësi në përgatitjen psikologjike të gruas për të përballuar këtë periudhë. Sepse në një pjesë të rasteve gratë reagojnë negativisht psikologjikisht
edhe moralisht e përjetojnë shumë keq, sepse mendojnë që tani jeta mori fund, u dëmtua në feminitetin e vetë dhe u mbasi një pjesë funksioneve që kanë lidhje me periudhën fertile. Por si pjesë e jetës, edhe kjo ka anët e veta pozitive, gruaja nuk duhet të humbasi në depresion ose në mosvlerësim të vetës vetë. Kam përshtypjen që duhet dhe një ndihmës nga ana e personave që i rinë pranë. Po, kjo është pjesë e mjekimit të menopauzës. Prandaj, nëse pacientja çdo grua ka një përgatitje për këtë periudhë, kjo periudhë kalon shumë më lehtë, edhe shumë më pa siklet, pa vujtje, duke rujt cilësinë e jetës së gruas. Mjekimi, në këto raste, është i shumë llojshëm. Trajtimi është i shumë llojshëm. Ka trajtim medikamentos, domethënë me ilaçe, ka trajtim me hormone natyrale të prodhuara nga bimët, por një rëndësi të veçantë ka ndryshimi i mënyrës së jetesës. Domethënë, në këtë periudhë, çdo grua duhet përshtasë një mënyrë të re jetese dhe një mënyrë të re të perceptuarit të problemeve ginekologjike. Duke filluar që nga ushqimi, duhet të jetë ushqimi kryesisht me zezavate, jo shumë i ngalkuar, jo me shumë kalori, duhet të jetë ushqim i balancuar dhe është shumë e rëndësishme që ushqimi të jetë normal, jo në sasi të madhe, për të eliminuar mbipeshën, që organizmi në këtë periudhë ka tendencë për mbipeshë. Pra që me të ngrënit fillon kujdesi. Pastaj fillon me perceptimin e kësaj periudhe të jetës, që është një nga periudhat e jetës që njeriu duhet ta kalojë. Gruaja nuk duhet ta perceptojë veten të sëmurë dhe nuk duhet ta perceptojë veten në një gjendje të keqe dhe të veçantë, por duhet ta perceptojë si një periudhë të jetës që do të kalojë gjithgratë, normale. Për shqetësimet që ka, baza e mjekimit është mjekimi hormonal. Domethënë, sidomos në periudhën premenopauzës, kur domethënë atë periudhë nga 3 deri në 5 vjet që ka çrregullim të zakoneve dhe fillojnë këto shqetësimet, rekomandohet marrja e mjekimeve hormonale për të rregulluar zakonet dhe për të eliminuar këto shqetësime. Gjithashtu, shifet gruaja nëse ka vuar nga hipertensioni, nëse i ka filluar hipertension, dhe mjekimi i hipertensionit jep dhe lehtësim të shenjave të menopauzës. Ose mjekimi i shenjave të menopauzës gjithashtu jep edhe një influencë pozitive në mjekimin e hipertensionit. Një gjë që duhet të jetë shumë parasysh dhe në përgjithësi nuk vlerësohet është mjekimi i gruas në menopauzë me kalcium. Ka preparate farmacike. Duke qenë se fillojnë problemet në koska. Dhe që në fillim, në premenopauzë, përpara se ta linë zakonet kur fillojnë i çrregullohen, gruaja duhet marrë kalcium dhe duhet bëjë një vlerësim të plot në lidhje me sistemin kockor. Domethënë ka disa analiza që bëhen, që vlerësohet densiteti i kockës, vlerësohet kalcemia, domethënë niveli i kalciumit në gjak, dhe në qoftë se ka çrregullime, këto korrigjohen nëpërmjet një mjekimi, por në përgjithësi gratë ka nevojë për kalcium dhe vitamin D në menopauzë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe prandaj ndodh që disa gra në menopauzë, sidomos moshat vjetra, duke ecë në shtëpi ose duke bërë një lëvizje që në përgjithësi konsiderohet normale, thyn një këmbë, thyn një dorë me pak të rrëzuar, ose me një aksident shumë të vogël. Me gjëra të lehta, me lëvizje të lehta mund të ndodhë një incident. Pikërisht frakturat ndodhin nga që në përgjithësi, kur janë fraktura që nuk justifikojnë atë goditjen ose lëvizjen, domethënë, ndodhin nga osteoporoza, domethënë nga ullimi i kockës. Edhe kocka e humbet atë fortësinë e vet, nga që ullohet dhe thyet kollaj. Prandaj në këtë periudhë është shumë e rëndësishme që gruaja në radhë parë ta di, ta ketë këtë informacion, të kërkojnë ndihmën mjekësore të kualifikuar, domethënë të shkojë ke ginekologu dhe të bëjë gjithë analizat që i rekomandohen. Po përsa i përket gjumit, një nga çrregullimet e shpeshta në menopauzë është pagjumësia. Pagjumësia është e disa formësh. Mund të ndodhi që ka shumë vështirësi për ta zënë gjumi.